nderuar qytetarët e Elbasanit, demokrat, na kapi dhe neve ethja e podcastit. Nuk po kopjojmë askënd, podcasti është një fenomen që pothuajse është i përhapur në të gjithë botën, për të ndarë mendime, për të bërë bisedime, për të diskutuar. Sot unë kam fatin, realisht e kam fatin, jo si shpreje, që të kem në bashkë bisedim një ndër figurat simpatike të qytetit të Elbasanit, politikan i hershëm i Partisë Demokratike, i cili ka kaluar disa etapat politikës, dhe unë po e filloj në mënyrë elbasanlije që më pëlqen kjo gjë, duke i thënë zotit Ardian Turgut, çabane la. Po çabane la, kështu si e ke nis do mësosh dhe ballakunë ti bosh vetë. Zbana gjajo. Po të pyes në mënyrë të thjesht fare Ardian. Sot jemi në fushat, Elbasani me çfarë shoh unë ka ndryshuar goxha. Unë e mbaj mend Elbasanin kur dajallarët e mi pas internimit nga Kosova e Belqit e Lushnjës për gjatë kohë. Kosova Madhe e Belqit. Kosova e Madhe, ata erdhën në Elbasan dhe unë vija shpesh, kisha vizitoja Elbasanin. Dhe kjo më ka bërë që të lidhem dhe unë me Elbasanin. Pyetja ime është, ky Elbasani sot, gjanë shumë të Elbasanin e fillimit të viteve të demokracisë, ku jo hytë në politikë, ose thënë thjesht të ndryshe. Çfarë shikoni ju sot ndryshe nga Elbasani ju i parë politik? Sigurisht që është shumë ndryshe, nëse nisim nga 90-ta, i thonë 35 vjet gati, nga zhvillimet e para demokratike, më tutje gjatë përpjekjeve dhe iluzioneve që tranzicioni do jetë i shkurtër dhe i shpejt. Sigurisht analiza, nëse do të bëhet tamam, do të jetë shumë plançe dhe do të kërkoj shumë kohë dhe shumë ekspertizë, do të kërkonte ndoshta edhe njerëz të tjerë, por në aspektin politik ndoshta unë më mirë mund të flas dhe mund të përgjigjem pyetjes tuaj, sepse besoj në këtë kohë fushate kjo intereson, që unë kam qenë më i lidhur që nga viti 2003 kur kam kandidatuar për herë të parë në emër të opozitës atëhershme dhe Partisë Demokratike për pozicionin e kryetarit bashkisë, dhe sigurisht që nga atëherë në fushatat e një pasnjëshme, përfshirë dhe fushatat politike për zgjedhjen e parlamentit, e kështu me radhë deri në këtë ditë të sotme, kur pothuajse ka filluar zyrtarisht pothuajse fushata politike për parlamentin e ri dhe normalisht për përcaktuar qeverisjen e ardhshme 4 vjeçare. Kështu që unë mund të bëj shumë mirë ndallimet. Mund të them që ka pasur më shumë idealizëm. Njerëzit ishin këtu dhe aspiroheshin shumë më tepër, gjë që në tipologjinë të menduarit të njerëzve ka ndryshime për perceptimin ndaj politikës dhe politikanëve nga njëra anë, dhe ndryshimeve të pritshme nga ana tjetër. Ka ndryshime demografike që lidhen me lëvizjet e njerëzve dhe sidomos jashtë vendit. Është paksuar ajo masa kritike që me domosdoshmëri dhe në mënyrë periodike sillte ndryshimin, dhe sigurisht ajo që vërej në krahasim me 2003-shin në fushatat e fundit zgjedhore, qoftë për pushtetin lokal, qoftë në zgjedhjet e përgjithshme, ka ndodhur ndryshime deri diku drastike që pengojnë rotacionin që përpara me gjithë përplasjet, me gjithë parregullsitë që kanë qenë, e sillnin në mënyrë të sigurt rotacionin. Nëse do të hyjmë në detaje, pastaj është tjetër gjë. Bisedë e lirë. Pra, para gati një muaj kryeministri ishte për vizitë në Elbasan, edhe ne kemi diskutuar, madje kishte një farë euforie ose të ndjeshit të fyrë në të drejtsinë tuaj, që erdhi dhe tha, foli për kalan e Elbasanit, nëse s'gaboj, që kishte pasur më përpara një projekt që kishte ndodhur në kohën e qeverisë socialiste. Mund të ta shpjegoni pak edhe mua edhe shikuesve tanë si është e vërteta e gjatë kohës që ju keni drejtuar Elbasanin, lidhje me kalan? Unë kam qenë në një mandat 3 vjeçar, fundi i vitit 2003, fillimi i vitit 2007, sepse u shtyn pak muaj zgjedhjet në atë kohë. Ka qenë një periudhë shumë intensive e punës për krijimin e dokumenteve zhvillimore për ta futur Bashkinë e Elbasanit në rrugën e zhvillimeve të qëndrueshme. Ndërmjet të tjerësh ka qenë dhe projekti me Universitetin e Pizës dhe të Firencës, me financim
të përbashkët të Bashkisë Elbasanit, të këtyre universiteteve dhe Ministrisë Kërkimit Shkencor të Italisë. Pra ju keni bërë një studim së bashku me Universitetin e Firenzës. Po, absolutisht, po të udhëhequr nga ato dhe Universiteti i Pizës kryesisht. Meqense ajo ishte zonë Kalaja, ishte dhe është zonë historike e kategorisë 2 të trashëgimisë kulturore, dhe unë shikoja si të arsyeshme që mos ndërhyj pa pasur një studim të hollësishëm në mënyrë që Kalaja të mbetej në identitet dhe të korrigjoheshin transformimet, ndërhyrjet e pastudiuara që ishin bërë, që kishin nxjerrë jashtë kontekstit të këtë lloj pasurie të trashëgimisë kulturore. Kjo që thoni ju për kryeministrin, kjo lidhet me faktin që kryeministri nënshkroi një marrëveshje midis Bashkisë së Elbasanit dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan, që operonte dhe tashmë janë prerë këto fonde me sa di unë, që operonte në Shqipëri me synimin për ta zhvilluar, për ndërtuar projekte për ta zhvilluar Kalan e Elbasanit, dhe nga kryeministri u paraqit me të madhe si ja, ne do t'i kthehemi Kalas Elbasanit për herë të parë në histori etj. Pra, edhe për miqtë tanë që na shohin, pra nëse mund ta hyj në mënyrë një lloj falsiteti i kryeministit, sepse kjo pas ka qenë një studim që kontuaj edhe me profesionistë botëror, pra me Universitetin e Firenzës, pikërisht i Pizës dhe Firenzës. Pra një studim shumë profesional. Përveç këtyre Bashkia e Elbasanit, universiteti, ishin 5 partnerë, Universiteti i Elbasanit dhe instituti përkatës i trashëgimisë kulturore në Tiranë, institucion qendror për këtë punë. Pra, se unë po të ndërhyj, pra arsyeja jonë në bashkëbisedimit tonë dhe nesër me shumë të tjerë që për të thënë qytetarëve të Elbasanit dhe shqiptarëve që këtu tek kryeministri jon ka shumë filma dhe shumë mashtrime, pra se vërtet që ka ndryshe, sepse ai thotë gjithmonë që me ardhin e tij fillon ndërtimi, rilindja, kinostudia, Shqipëria. Me pak fjalë, edhe për qytetarët e Elbasanit është kjo. Studimi u krye, studimi përfundoi, u rekomanduan gjitha mënyrat e ndërhyrjes, për projekte konkrete në zonat, në 26 zonat në cilat u nda Kalaja e Elbasanit, duhet të vazhdonte bashkëpunimi me italianët, që ato të bëshin projekte konkrete tek muret, tek torret e Kalas dhe për shtëpitë private, për bizneset e tjerë, pra për të sjellë ato që quaj rivitalizimi i Kalas e Elbasanit, dhe ajo sot ishte në një funksion të paparë dhe objekti kryesor. Ndërkohë që nga ajo kohë s'ka ndodhur. Ndërkohë, u ndërpre bashkëpunimi me italianët, që nga ajo kohë nuk është bërë asnjë studim tjetër për të kthyer projekt konkret. Që paka shumë sa vite. Është investuar vetëm në rrugën kryesore sipas linjës Egnatia dhe në 18 vjet nga 2007 që e kanë bashkinë të majtët, dhe deri më sot nuk është investuar asgjë dhe Kalaja e Elbasanit është kthyer në një turp të vërtet për të futur turistët nga plerat, nga godinat gati në shemje, edhe nuk është një qendër, epiqendër e qytetit edhe për turizmin, edhe për ekonominë, edhe për banorët e kështu me radhë. Pra, një dështim i plot në 18 vjet paraqitet si një fillim i disa ëndrave që pas kanë pasur disa rilindas të kohëve të fundit, dhe më në fund të përnoshkrushin një marrëveshje që do futshin Kalan në rrugën e zhvillimit, ndërkohë që këto ishin në 18 vite pengusit e zhvillimit të Kalas. Arsyeja dhe që ne bëjmë të bashkëbisedim me miqtë tanë të Elbasanit është pikërisht kjo, se me që kryeministri i sotëm aktual edhe miqtë e tij pushtetin më të madh kanë pushtetin e medias, dhe media ndërton në demokraci një perceptim publik. Prandaj edhe neve e morëm këtë element që sot shumë i përhapur në botë dhe në perëndim, për t'i shpjeguar njerëzit, për t'i treguar që prit se pas ka të vërtet që nga 18 vjet para, pra shumë kohë, me një studim kaq serioz, me universitete serioze, të cilët italianët me sa di unë si amator, shquhen për mbajtjen e vlerave të antikitetit, e vlerave historike, kështu që kjo pas ka ndodhur 18 vjet më parë në mënyrë shumë profesionale. Dhe tani ka kërcyer zoti kryeministri, siç kërcen gjithmonë, dhe thotë që me atë tani fillon një rilindje e prandaj ju pyet dhe prandaj doja të jap për këtë. Zoti Turku, kthehemi prapë te përvoja politike, që është kapitali i madh juaj, që edhe neve si demokrat na shërben dhe ka vlerë për ne. Pyetja ime është e thjeshtë. Si ishte kundërshtari juaj, kur them jo individi, por forca politike pra në atë kohë, siç është dhe sot që është Partia Socialiste, e kohës kur ju filluat dhe gjatë para 10, 15, 20, 30 vjetësh, sepse ju ishit në frontin e parë politikës.
pra edhe në Shqipëri, por specifikisht në Elbasan. Ku ndryshon PS-ja asaj kohe me PS-n e sot? Dhe fushatat. Pa, fushatat, flasim në fund për fushatat. Tomar, pyetja është jashtëzakonisht kështu ngacmuese dhe në të vërtetë nuk është se nuk kam menduar dhe nuk po i shoh, nuk i prek dhe nuk i bëj krahasimin me veten time. Unë kam hyrë në këtë skalionin e parë të politikës, në vitin e parë të politikës në 2003, kur Partia Demokratike dhe opozita, së bashku me partitë e tjera, më ftuan nga rrethet akademike për të konkuruar për të drejtuar Bashkinë e Elbasanit. Ju me drejt folët për forcën politike, por rëndësi ka dhe kandidati, pavarësisht emrave. Me sa duket, unë kam pasur fatin të kem përballë në atë kohë kryetarin e bashkisë në detyrë, Zotin Domi, i cili ishte njëri qytetari i Elbasanit. Unë vazhdoj të mbetem që në ato që pavarësisht dallimeve të forcave politike, kush ishte Partia Demokratike dhe partitë e tjera opozitare dhe kush ishte Partia Socialiste, e ardhur nga Partia e Punës, me strukturat e trashëguara, me një lloj mentaliteti të rreshtit dhe të urdhrit të trashëguar dhe të disiplinës partijake dhe jo e njerëzve të lirë që në momentet caktuara dhe kërcejnë edhe kështu, mendoj që individët kanë të bëjnë shumë në këtë sfond të padiskutueshëm. Me Zotin Domi ne kishim punuar, ishim miq edhe më përpara. Dikur në seksionin e arsimit dhe të kulturës kishim pasur marrëdhënie pune, marrëdhënie miqësore. Përveç që ishte njëri i njohur i qytetit për sportin. Dhe kujtoj që kemi bërë një telefonat, edhe ai vet më përgëzoi, më tha u gëzova që mora vesh që do t'jesh kandidati dhe ram dakord që jemi miq, jemi shok qytetarë të Elbasanit dhe do të bëjmë një fushat shumë fair. Nëse ju kujtohet, nëse keni qenë atëherë në kontakt me mediat, fushata jonë ka qenë vërtet shembullore e të dy palëve, edhe krahut ton, edhe tjerëve. Madje në një farë mënyre kujtoj që ne amortizoshim edhe individë të caktuar brenda radhëve të forcave politike, që fushata ishte shumë qytetare. E kujtoj me nostalgji sepse vërtet atëherë duke qenë komplet opozitar. Ngacmoj pak. Pse mendoni ose si mendoni, unë kështu e shoh pak. Çfarë ndodhi në Elbasan, se s'po flas për gjithë Shqipërinë, që humbi ky element që ishte tipiko për Elbasanin qytetar. Pse u zhbë ky? Unë mendoj, mos është kjo faza e rilindjes që ka hyrë masivisht që e ka dominuar PS-n, por dhe shoqërinë shqiptare nëpërmjet mjedis, nëpërmjet banalizimit që ka bërë zhbërjen e termit qytetar? Kjo ishte një ngacmim. Absolutisht po. Pra, unë fola për rolin e kandidatëve dhe të individit dhe formacionet politike. E lejuan këto dhe siç duket dhe qyteti deri në atë kohë ishte qytet i pa infektuar në atë masa që do të tjetërsonte vullnetet e qytetit. Pyetja është shumë e drejtë. Unë kam marrë pjesë edhe në një fushat tjetër përveç fushatave për zgjedhjet parlamentare, si kandidat përsëri për kryetar bashkie në 2015. Zgjedhjet lokale janë një çik më të ndjeshme. I dija ndryshimet që kishin ndodhur. Ishte shumë vite pas asaj që Rama e kishte deklaruar që do krijonte dhe krijoi aleancën edhe që njihet me termin sot e qelbësirave, vetëm për të marrë pushtetin që nga veriu deri në jug. Unë kam qenë në parlamentin e 2009-2013, madje edhe në kryetar parlamenti, kur ne kishim atje dhe deklaroheshin nga burimet sigurta që rreth 19 deputet ishin të inkriminuar me rekorde kriminale, por të fshehura, që bënin pjesë në parlament dhe këto ishin totalisht të smajtës. Unë po të ndërpres, këtu hyri për herë të parë termi nga qytetar, nuk ka rëndësi që politikën ta bëjë elita, por mjafton të mblidhen edhe qelbësira qofshin për të marrë pushtetin. Kjo është tashmë e vërtetuar. Kjo është e vërtetuar. Kjo vazhdoi edhe më vonë dhe u perfekcionu. U thirrën të fortët jo vetëm për të vendosur në pozicione drejtuese, por këto kishin lidhje shumë të ngushta, në mos ishin vetë edhe kryetar bashkish më vonë, në mos ishin vetë kishin lidhje shumë të ngushta me ato që në atë kohë quheshim të fortët, po që vitet e fundit po quhen organizata kriminale, pasi kanë avancuar shumë në veprimtarinë e tyre, si brenda dhe jashtë vendit, janë pasuruar, janë fuqizuar me logjistikën dhe me të tërë tjerat. Unë në zgjedhjet e 2015-s, në qoftë se rregullsi ka pasur gjithmonë dhe më përpara, por që nuk tjetërsonin vullnetin e qytetarëve, në zgjedhjet e 2015-s, për të cilat unë nuk kam folur kurrë, për kryetar bashkie të qytetit Elbasanit, kam konstatuar
Të gjitha ato fenomene që sot janë të dokumentuara, pjesëmarrje në terren, futjen dhe daljen nëpër qendrat e votimit të elementëve të fortë, të gjithë të bashkuar në një kamp të vetëm, shpërndarjen e parave, intimidimin e veprimtarëve tonë, të anëtarëve, të militantëve, të komisionerëve që 1/3 u larguan nga kërcënimet e shumta të cilat i mora vesh pas zgjedhjeve, dhe rezultati në mënyrë të habitshme nga projekcionet paraprake që ishin relativisht të ngushta, kërceu brenda një jave në një ekstrem të jashtëzakonshëm. Ndërprerje vogël, pa u bërë unë si këto moderatorë tipik televizive, do të thotë nga përballja e dy qytetarëve, ju dhe zoti Domi, ku diskutoni mbi koncepte, mendime rreth qytetit, se si do bëhej qyteti më i mirë, kemi thyrjen që qyteti kush do posedon të më shumë të fortë të qytetit, se sa vizionet për politikën. Dhe këtu kemi pra banalizimin, sepse banaliteti ka një gravitet shumë të madh. Në moment që futesh në fushën e banalitetit, atëherë ai triumfon gjithandej, siç ka triumfuar edhe sot. Pa diskutim, kujtoj atë që filloi më herët, dhe në këtë kohë të gjithë kanë memorien të kujtojnë, ikën debatet televizive, në televizionet lokale dhe në televizionet. Shumë e çuditshme sot. Në 2003 kam pasur me rivalin tim kryesor, po dhe me kandidat tjerë që ishin atë kohë, minimalisht 2 përballje në mediat lokale dhe më gjërë, dhe pastaj nuk ne kërkonim që të përballeshim për problematikat e qytetit, ikën edhe përballjet. Konkluzjoni im në atë kohë ka qenë, dhe unë e kam thënë në strukturat e Partisë Demokratike, që unë mbaj gjithë përgjegjësinë dhe që në atë moment, në një farë mënyre, u distancova jo nga pjesëmarrja politike dhe informacionin tim politik, por nga skalioni i parë të konkuruarit, sepse kuptova që kështu si ka ardhur puna, është shumë e vështirë në mos e pamundur të krijohet rotacion. Fatet e zgjedhjeve e fituesit përcaktohen paraprakisht nga faktorë të tjerë, ngelet vetëm ceremonia e ditës fundit që OSB-ja të konstatojë që janë të qeta dhe të rregullta. Kjo ç'bërje, se këtu kemi një ç'bërje të politikës, se çfarë është politika, është përballje. Pra, me ardhjen e kryeministrit, me ardhjen e Ramës, ne po kemi në arenën politike, e cila dhe këtë në një vend i erdhi nga vendi Stalinit, Leninit, në një vend post-totalitar, me një izolim të tmerrshëm, dhe në fillim të viteve 90, 91, thësa, njerëzit, kandidatët kishin debate politike në televizor. Çfarë ndodhi që papritmas se politikanët duhet përballen me kundërshtarin për vizionet. Tani ka vite, ka zgjedhje që Rama tërheq veten e tij bashkë me kolegët e tij që janë kandidat, i zhduk nga përballja skena publike që janë bërë që në Romën e lashtë, që njerëzit debatonin, diskutonin për tema, për ide, për filozofi, letërsi, për gjithçka, për politikë, i zhduk. Mos është kjo se një pjesë e tyre janë inkriminuar dhe ndihen të dobët, dhe ai mendon që më mirë marr pushtetin me disa para dhe me disa bandit dhe nuk kam se nxjerr njerëz të mi të cilët perceptimi publik i percepton të korruptuar, mos ai i shmanget një debati të tillë për të fshehur dobësinë e tij të madhe në politikë, sepse është i vetmi rast ku ne jemi gati 30 ca vite pas rënies komunist, diktaturës totalitare, ku kandidatët e partisë në pushtet nuk dalin. Që do dali kryeministri, nuk del debat me askënd. Dhe ky është një rast unik, të paktën në Shqipërinë tonë, me këtë vështirësinë demokratike. Mendoni mos është kjo që ata nuk kanë dhe si mbrohen? Kjo mos është taktik politike? Jo taktik politike, po është në këndvështrimin tim pragmatizëm pervers. Unë kam qenë edhe në parlamentin e 2013-2017 dhe u tërhoqa në 2015 për arsye të kandidimit. Kam qenë prezent në sallë, kur Edi Rama na u drejtu me gisht dhe tha, ju s'keni parë gjë akoma. Përshtypja ime pas kaq vitesh është që ai e kishte përcaktuar strategjinë e tij që s'kishte lidhje fare me zhvillimin. Nuk kishte lidhje fare me filozofitë qeverisë, nuk kishte lidhje fare me demokracinë e përballjes përpara qytetarëve, të marrjes mendimeve, të parashtrimit platformave etj. Për mua ai ka qenë pragmatist pervers, edhe pragmatizmi në vetvete nuk është ndonjë gjë e keqe, domethënë në shumë fusha. Dhe çfarë shoh? Lidhja e tij me të fortët dhe me paran për të përdorur në mënyrë antiligjore është pragmatizëm pervers.
Fakti që ai nuk përballet me platforma, me ide, nuk jep llogari përpara qytetarëve. Kërkon të tallet me opozitën, pavarësisht se opozita i qëndron përballë dhe nuk dorëzohet. Kërkon që të tallet. Përdor intimidimin e njerëzve dhe ofendimin me zhargonet e veta që janë të turpshme për një njerëz që mban atë të kryeministrit. Personalisht më shumë e shoh dobësi këtë. Nuk e shoh me një. Ajo është dobësi, por e shef si pragmatizëm për të qëndruar në pushtet. Unë shoh dobësi. Përdorimi, si mjet tjetër pervers, është përdorimi i tërë strukturës shtetërore, i tërë instancave, dhënia në funksion të partisë dhe kthimi në një parti shtet. Penalizimi i gjithë njerëzve që si binden nga administrata shtetërore në fushat. Largimet nga puna, dhe jo vetëm për vetë ato, po dhe për familjarët e tyre dhe për fare fisin e tyre. Kujtoni që kanë bërë patronazhistët me lista dhe që i kërkohet dhe sot për emigracionin. Që i kemi Që të sjellin që i kemi vërtet. Pra, të gjitha dikur i thoshin se do ta bëjmë, pra kjo është çambane la, do ta themi fuksat. Fuksat, se patronazhizmi është bukur, është kështu si, nuk e di, pak gjuhë moderne, fuksat. Dikur që fuksat ose 80 lekë. Që gjë më e shëmtuar, pra edhe vet partia në pushtetet, partia nënë kësaj partie i kishte neveri, pra. Fuksat. Themi fuksat? Por fuksat e kishin pagesën 1200 lekë të vjetra, kur rrogat ishin 5000 lekë lart. Sot fuksat janë drejtorë dhe kanë dorë tendera. Po pra fuksat gjëra tjera. I paguan shteti, ashtu është. Në farë mënyrë ashtu. Fuksa me rrok lart. Ashtu, patjetër. Se po termi fuks ka qenë, ne do ta përdorim të ta fusim pak për t'ju thënë njerëzve që është e vërtetë se patronazhi duket pra kanë marrë një të keqja dhe kanë zbukuruar. Të kujtoj një moment shumë pikant. Pikërisht për këtë. Edhe e kujtoj me keqardhje. Futem në atë kohë fushatet të 2015-s, kisha njerëz nga mbrapa që i kisha kuptuar dhe i dija që më ndiqnin kudo që isha, ku ja ku dilja. Fotografoshin nga larg, edhe familjarët e mi. Futem një ditë bukur, le takim me një të Elbasanit të mediave dhe një punonte me call centerat, erdhi nga Tirana dhe më ofroi ndihmë. Çfarë ndihmë do nga unë me call centerin që kam për fushatën tënde. Dhe siç futem i lodhur ditë natë në fushat, ka qenë ora 2-3 mbasdite që duhet haja diçka në shtëpi dhe dilja prap. Ulem brenda në sallë përballë diku atje televizorit në kafenen atje, edhe bashkë me këto bëja bisedë. Dhe nuk kisha parë që bashkëshortja bashkë me dy vajzat ishin ulur diku aty dhe s'kishte njerëz tjerë në ato orare në kafe dhe unë si pash fare ula dhe ato nuk më folën. Dhe sa e gjithë kafja ishte bosh. Mbasi mbaroj për një 20 minuta shpejt e shpejt bisedu me to, ngrihem që tiki dhe shoh familjen time. Edhe po ju këtu qekët? Dhe më afrohet goca madhe edhe thot, hajde ma bën me dorë dhe bën një hap drejt meje. Dhe shkoj aty unë. Thot mos e kthe kokën me njëherë. Ke këtu mrapa 2 çuna në fund të sallës. Erdhën pas teje. U ulëm. Të bën me kujdes që mos i shifshit ju të paktën 5-6 fotografi dhe i nisëm me njëherë. Mirë i thashëm. Thirra kamarierin, pagova kafet. Çfarë vitesh është kjo kur? 2015. Pagova kafet e mia. Pagova për familjen time, i thash kamarierit, mos u ndjej. Pra aleanca e qelpsirave mos u ndjej, thash, por çfarë kanë marrë ato 2 çuna dhe atje, ja pagova dhe atyre. Kur u ktheva pastaj që i pash, se kisha kthyer kokën, ç'të të them, çuna si këto të forumit rinor tonit, të veshur shumë mirë, me një pamje shumë mirë, nuk s'kishin lidhje fare me horrat e rrugës, që më kishin fotografuar. Dhe që çoshin shpejt e shpejt edhe përcaktoheshin kështu. Ju afrova vetë atyne, pasi kisha paguar dhe i thash, çuna nuk ju njoh, kafet ju a kam paguar unë, më vjen keq për një gjë, që këtë goxha çunat mirë, keni një jetë tërë përpara, për çfarë fotografuat dhe kujt janë nisët. Unë e di se kush jeni, jo si emra juve, po ju di se kush jeni, se çfarë përfaqësoni, kush ju ka sjell dhe për çfarë ju ka sjell. Mendoni për veten tuaj, po mu merrni doni të nxjerrni fotografi, çojeni ku të doni. Mendoni për veten tuaj. Ju nuk e dini, ajo ishte familja ime që ju pa. I keni ju një rrugë që jeni kaq të riqa, s'duhet ta bëni me këtë punë. Është një detaj shumë i vogël që po sjell. Por kam parë një tmerr në atë kohë. Dhe flas me njerëz që kanë një jetë tërë përpara, duhet ishin të shkolluar, ëh? Goxha të shkolluar. Fatkeqësisht, me dashje ose pa dashje, ato drejtues të politikës, të skalionit apo të radhëve të para, që marrin përsipër drejtojnë dhe shtetin,
e fusin të rinin dhe popullsinë në këtë rrugë, çfarë mund të presësh për të tjerët që janë të pashkolluar, që ndjehen të rëndësishëm kur ti i jep ca lekë, ca euro, ca dollar, të pinë birra, të pinë kafe dhe të survejojnë të tjerët, të përgjojnë të tjerët, të intimidojnë të tjerët. Ky është problemi i madh. Kjo gjë është prishur këtu në Shqipëri dhe kjo periudha e rilindjes ka qenë e tmerrshme, e qëllimshme, me tërë mjetet antidemokratike, të dënueshme ligjërisht, por që faktikisht këtu jemi. Dhe që kanë bërë që njerëzit të fillojnë të ikin pa fund. Kam përshtypjen. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Shumë ma, unë nuk e di këtë se ne jemi, sigurisht nuk e di këtë element, por që qenë shumë e turpshme, e trisht. Por kam përshtypjen këtu në këtë qytet ku jemi ne, po dhe në shumë vende, këtë e bën disi edhe policia. Pra jo ata, jo, unë më ka ndodhur diçka që sa herë vjen në Elbasan, kur është errësirë, ka shumë polica të dashur që më takojnë, njerëz të thjeshtë. Gjatë ditës ata druhen, po kupola e policisë, sidomos këtu, edhe në gjithë Shqipërinë, është ky lloj survejimi që thatë ju. Megjithatë, për ne është kënaqësi, do të thotë që ne kemi pak të rëndësishëm derisa na survejohen, ne na vjen mirë për këtë gjë, por shtetet dhe kombet nuk ndërtohen me paraqalliqe. Dhe prandaj kjo që më thatë më preku me të vërtet shumë sepse këta nuk njohin më kufi. Megjithatë, arsye që ne do bashkëpunojmë bashkë me shumë tjerë është që njerëzve që janë jashtë, qytetit e Elbasanit, qytetarëve të Elbasanit, dhe kudo që janë, të përpiqemi në një mënyrë, pra të kthejmë së bashku atë që thatë ju bashkë me Zotin Domi, një farë qytetarie, të diskutojmë për ca koncepte për këtë vend, për një vizion. Madje kishim temën që do kishim dëshirë të kishim përballë kolegët e pozitës, që diskutonim edhe vetë Ramën, ore të diskutonim si është kjo çështje e Bashkimit Evropian. Si është kjo çështje që ti tund pasaportet? Mos është dhe kjo si puna e Kalasi që ka bërë studim para 18 vjetësh, mos është dhe ky i mashtimi i madh, por sigurisht se një gjë që se bani për 12 vjet do e bëj për 2 vjet. Që ne do ta kemi mundësinë ta diskutojmë edhe herën tjetër më qartë, më saktë me njerëz të fushës për të shpjeguar që ky pas skalas që është shumë specifike nga ekspertët, do ta bëjmë, do t'ja shfaqim qytetit e Elbasanit dhe qytetarëve që ky është akoma një mashtrim akoma më i madh sepse procedura për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe sikur ti kishim të gjitha kapitujt e mbyllur që është një rrugë shumë e gjatë. Jam shumë dakord me ju. Unë kisha një çik pjesën më praktike me që jam i terrenit këtu dhe i Elbasanit dhe me një eksperiencë çik më të gjatë se ju në politikë, por dhe ju keni goxha eksperiencë. E di që ju lexoni shumë. Po më duket vetja kështu si gazetar, si moderator, po vjen për të qesh po i. Tomar, ju lexoni shumë filozofinë, autorët e ndryshëm, filozofët e ndryshëm, teorinë etj të sistemeve, sepse kemi pas rast shumë herë që të bisedojmë bashkë, po unë do doja që ndoshta një mesazh t'ja jepshim qytetarëve me shumë çiltërsi. Dhe me çiltërsi është kjo që ti respektojmë qytetarët dhe të majtët në bindjet që kanë. Siç dhe të majtët duhet të respektojnë të djathtë në bindjet që kanë. Ne nuk mund të intimidojmë absolutisht as punonjësit e strukturave shtetërore, të pushtetit lokal, të institucioneve tjera me varësi direkte nga qendra, as punonjësit e arsimit, as ato që punojnë në organet e rendit, e ku ta diun të shëndetësisë e kështu me radhë. Këtë gjë ka bërë dhe vazhdon ta bëj Partia Socialiste. Po unë do t'i drejtohem njerëzve, qytetarëve të Elbasanit. Ju respektojmë për bindjet tuaja, është e drejta juaj. Të jeni të majtë në bindje të djathtë apo të djathtë. Është e drejta gjithë secilit në administratën shtetërore që jashtë orarit zyrtar të punojë për partinë ku aderon etj. Por mos ju bindni atyre që ju dhunojnë. Përpiquni ta ktheni Elbasanin në një nivel të tillë, jo që të bëni teori siç mund bëjë Tomori apo dhe unë të përgjigjem pak për këtë lloj gjëra ato. Shikoni, përpiquni, po, ke goxha praktik, pa diskutim. Përpiquni të shikoni programet dhe të shikoni besueshmërinë e këtyre programeve dhe të votoni për vetët tuaj, për interesat tuaja të familjeve dhe të komuniteteve tuaja dhe për të siguruar nëse e shihni të arsyeshme një rotacion të pushtetit. Në bindjen dhe pikpamjen time, koha për rotacion ka kaluar dhe ne kemi në një trajektore të rrezikshme si vend, por edhe si rajoni i Elbasanit. Përfshirë dhe gjithë fenomenet, përfshirë dhe gjitha organet e rendit e të tjera. Janë qytetarët ato që duhet ta kthejnë.
I drejtohem dhe atyre që janë me bindje të majta dhe në pozicione shtetërore, sidomos në pozicione drejtuese, që intimidojnë varësit e tyre, që të rrjetet sociale i detyrojnë që të imponohen farefisit, familjarëve, kushërinjve dhe të tjerëve jashtë qytetit. Atyre që detyrohen, ju e thatë me termin spionim, por të çojnë informacion konfidencial dhe të kthehen vërtet futen në një rrugë të tillë që mund ta quash edhe ashtu. Silluni si qytetarë të lirë. Bini në paqë me bindjet tuaja, votoni me bindjet tuaja, mos intimidoni të tjerët dhe atëherë votacioni vjen. Nëse do shikoni gjithmonë kundërshtarin siç bën Rama që më shumë se sa të paraqis tezat e veta për qeverisje, programet e veta qeverisje, shikon po shprehem me termat e futbollit, këmbët e kundërshtarit, që t'i thyej këmbët kundërshtarit që të mos ngrihet dhe të mos luajë dot, atëherë jemi në rrugë të rrezikshme. E keni ju në dorë qytetarët që të tregoni që jeni njerëz të lirë, njerëz të formuar dhe që do votoni për të ardhmen tuaj dhe të fëmijët tuaj, për interesat tuaja. Unë të falenderoj jashtëmase që ju ose palla mundësinë bisedoj me një qytetar si ju, dhe kjo është detyra jonë, është podcasti ynë i parë, është një test. Ne ndam ato mendime që i kemi diskutuar edhe në kafe, po i ndajmë me ju. Ky bashkëbisedim nuk ka për qëllim të fyej askënd, të lëndojë askënd. Ne mendojmë, bashkë me Ardianin dhe me shumë të tjerë, që zgjidhja e këtij vendi është vizioni politik, është qytetaria politike, është fisnikëria politike. Fisnikët kanë ndërtuar kombe dhe ne duam përpiqemi këtu që të kthehet ajo qytetari si e dikush me zotit Turku, të shmangemi nga krimi, nga llumi, nga lëndimi, nga bullëzimi i njerëzve. Unë ju falenderoj gjithëve. Shpresoj kemi bërë një gjë të bukur, si është thamë podcast i parë, dhe unë sa herë në hy në zonën e qarkut të Elbasanit, kam qejf them çabana e la. Hiçe la. Faleminderit.